Kategoritë e veçanta të parashikuara nga ligji si personat me aftësi të kufizuar trajtohen me përparësi nga Qendra e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore në Gjirokastër. Këta qytetarë informohen mbi shërbimet që përfitojnë dhe asistohen për t'i aksesuar ato në mënyrë sa më të lehtë dhe efikase. Përparësi janë kategoritë e veçanta të ligjit, siç janë dhe personat me aftësi të kufizuar, të cilët përfitojnë drejt për drejt sistemit të drejtësisë për të zgjidhur problematikat që ata kanë, qofshin këto problematika me KMCA-n apo edhe të natyrave të tjera. Personat me aftësi të kufizuar që drejtojnë ndihmës juridike të garantuar nga shteti, përfitojnë një avokat falas, përfitojnë përjashtim nga tarifat e shpenzimeve gjyqësore, përfitojnë përpilim kërkese, drejtuar administratës publike dhe pushtetit gjyqësor, pra në rast se ata kanë një problematik, në rast se ndryshon vendimi i KMCA-s dhe kërkojnë një vendim më të mirë të komisionit të caktimit të aftësisë së kufizuar, ne i ndihmojmë për paraqitjen e ankesës, ne i ndihmojmë për përpilimin e dokumentave të nevojshme që ata të përfitojnë të drejtën e tyre. Sipas të dhënave nga zyra e ndihmës juridike, numri i personave që interesohen për të përfituar nga këto shërbime ka ardhur në rritje. Kjo tregon një ndërgjegjësi më të madh të qytetarëve mbi të drejtat e tyre dhe rëndësinë e mbështetjes juridike falas. Sigurisht, neve zhvillojmë aktivitete me kryetaret e invalidëve, të cilët afrojnë drejt sistemit të drejtësisë personave që janë me aftësi të kufizuar. Këto aktivitete shërbejmë që ata të informohen mbi të drejtat që ata kanë dhe të përfitojnë interesisht falas. Qytetarët të cilët janë persona me aftësi të kufizuar ka qenë në rritje, kanë patur kërkesa të ndryshme, jo vetëm për KMCA-n, por kërkesa si kallëzime penale, marrja informacione drejtuar gjykatave e të tjera. Në këtë kuadër, zyra e ndihmës juridike në Gjirokastër organizon aktivitete të ndryshme informuese dhe ndërgjegjësuese me qëllim njohjen e qytetarëve me shërbimet që ofrohen dhe mënyrën se si mund të përfitojnë prej tyre.